sa sevapi ka, apo çfarë sevapi ka ai që ja fal dikujt gjaku? Shikoj tash për shembull janë disa punë të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmenën sevapet. Për shembull me lexuar një harf të Kuranit i ki dhe sevap, ose më thon dikujt për shembull selam aleikum i ki dhe sevap, ose për shembull me shpërnda diçka për hir të Allahut të xhelal janë pin 10 tek 8700. Për shembull Ramazani është pa kufi, ha? Për shembull fjala la ilaha illallah apo thon është një sevap që kur del përpara Allahut të xhelal e peshon peshorën apo thon. Ashtu që falja hin hemen e se të shahadeti. Hin të shahadeti që kur dalsh përpara Allahut të xhelal ti ke fal për Allah, Allahu ti fal shumë disa gjëra tjera. Ashtu që do thot nuk ka ndonjë ajet apo ndonjë hadith i cili ka thënë se sa është i madh do thot puna e të falmës, ha? Do thot është do thot një falje shumë e madhe që veç Allahu e ka shpërblimin e dhuratës do thot çatina që ka fal për hir të Allahut të xhelal.